Dje pamfleti bëri publik faktin që Klodian Braho, një nga kandidatët për drejtimin e SPAK-ut, hoqi dorë nga ankimi i komisionerit publik ndaj vendimit për konfirmimin në detyrë të prokurorit Ylli Pjetërnikaj. Në pamje të parë, një vendim teknik, në të vërtetë një akt i pastër korrupsioni institucional. Burimet të sigurta konfirmojnë se dorëheqja e Brahos nuk ishte rastësi, por pjesë e një pazari të errët për të siguruar votën e Zeqir Hodës në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, votë që mund të vendos fatin e kreut të ri të SPAK-ut. Në këmbim të këtij nderi, djali i Zeqir Hodës, Ditmir Hoda, ka fituar një vend në garën për Byron Kombëtare të Hetimit më 29 shtator në listën përfundimtare të kandidatëve për pozicionin hetues financiar. Emri i Ditmir Hodës shfaqet ndër 15 më të vlerësuarit. Kryetari i komisionit që ka vlerësuar kandidatët, pikërisht Klodian Braho, i cili në të njëjtën kohë kandidon për drejtimin e SPAK. Antarë të tjerë të komisionit, Sotir Klapi dhe Dorina Bejko, janë gjithashtu pjesë e sistemit që sot funksionon si rrjet patronazhi brenda drejtësisë. Më 10 tetor, në fazën e dytë të përzgjedhjes, lista u shkurtua me 10 kandidatë dhe natyrisht, Ditmir Hoda mbeti brenda me 43 pikë, një rezultat që e çon direkt në fazën e fundit. Testimin me gojë, procedurë formale, pasi fituesi dihet paraprakisht. Pazari është mbyllur, Zeqir Hoda shpërblehet me vendin e të birit në BKH. Klodian Braho siguron votën në KLP. Altin Dumani mbyll syt, drejtësia bie përsëri në gjunjë. Ky nuk është një devijim administrativ, është tradhti ndaj idealit të reformës në drejtësi. Ajo që ndodh me Brahon, Dumanin dhe Hodën është fotografia më e qartë e kalbëzimit moral që ka kapur sistemin. Njerëzit që duhet të ishin shembull i ndershmërisë, sot bëjnë tregti me poste dhe vendime gjyqësore. Në vend që të ndëshkojnë korrupsionin, ata po e prodhojnë. Në vend që të mbrojnë shtetin e të drejtës, po e kthejnë në një treg ku drejtësia blihet, shitet dhe tregtohet si pasuri. SPAK dhe KLP-ja nuk janë më institucione të pavarura, janë klube interesi ku fëmijët punësohen si shpërblim për votat e prindërve, dhe në krye të këtij degradimi qëndron Altin Dumani, që u shfaq si simbol i ndershmërisë, por sot është kthyer nga regjizori një pazari të pisët që përdhos çdo vlerë të reformës. Këta nuk janë heronjtë të drejtësisë, janë tregtarët e saj, dhe sa kohë që drejtësia do të jetë mall pazari për Brahon, Dumanin e Hodën, Shqipëria do të mbetet peng i një sistemi ku nderi blihet në ankand dhe morali paguhet me poste.